sa herë shifte çuna të ri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ulën mesin e tyre dhe ju thoshte: "Ja mashara shabab, o çuna të ri, kush ka mundësi për ju të martohet. Prandaj o çuna të ri, kush ka mundësi për ju të martohet. Mos e lini mazdore, mos e lini në harres, sepse në momentin që njeriu kalon 25-ën, fillon dhe humb shijet. Fillon dhe ato fillon dhe bëhet kalon filozofi, fillon edhe sheh gjëra që nuk duhet i shohë. Kështu që sa më shpejt aq më mirë, se nuk duhet vej mosh, se pastaj ka thon hoxha kjo mosh. Por është mirë që mos të vonohet për ata që i kanë kushtet e mundësi. Pra hadithi i parë është o ju të rinj, kush ka mundësi për ju të martohet. E kush nuk ka mundësi, se mund të jetë kjo, atëherë thotë le ta agjeroj. Sepse jeta është e rrethuar nëse në kohën e pejgamberit alayhis salam ai thoshte martohuni ose agjeroni, nuk e di çfarë duhet të themi ne sot, që është çdo gjë mund të arrihet shumë kollaj. Hadithi i dytë është ai hadithi që ju e përmendët, ku pejgamberi sa nxiste që rinia muslimane të martohet, dhe është hadithi ku pejgamberi alayhis salam thoshte: martohuni, shtohuni, bëni sa më shumë fëmijë, se do të ndjehem mirë unë në botën tjetër kur do t'i shoh juve me familje të mëdha.